regjistrova në shkollën Hotelleri Turizëm në Tiranë. Ja jam pjesë e projektit vet BAJHL, studioj në profilin kuzhinë. Unë e zgjodha këtë shkollë sepse shumë nga familjarët e mi e dinin që e kam pasion kuzhinën edhe më thanë që kjo shkollë është për ty. Edhe thash pse jo t'i jap një shans. Me ndihmën e mësuesve të shkollës u ambientova. Kur kemi mësim personal, orën e kuzhinës, ne do t'jemi patjetër në orën 8 të veshur në rregull, t'jemi në klasë gati për të gatuar. Për profesionin e kuzhinës duhet rrepësia, duhet korrektësia, patjetër, sepse po gatujem në ushqim. Ky ishte hapi i parë që mora unë drejt ëndrrës time që dua ta realizoj, pra të bëjmë një kuzhiniere. Dua që të vazhdoj universitetin, pastaj pse jo të vazhdoj një punë dhe pse jo të hap një agroturizëm. Armën time unë e shoh të mbaroj shkollën, do kërkoj punë në Shqipëri, restorant të mirë, ose ndoshta mund të vazhdoj edhe biznesin tim. Unë do të hap një agroturizëm sepse dua që të ndërthuar gatime tradicionale me këto metoda të avancuara që po marr tani në shkollë.